Jam këtu mbi një muaj pas përjashtimit të kërkuar nga Otaland Balla, se fola për një çështje. Fola për rjollin. Dhe aty ku e lash, aty po rifilloj prap në fakt. Te rjolli. U përjashtova nga ky kuvend sepse guxova që të mbaj anën e qytetarëve. Që të flisja për ta, për rallin e tyre, se si po dhunohen, se si po ju rëmbet prona. Por nëse ka një rast që shpjegon në mënyrë kuptim plot se si kjo klasë politike ju ka marrë shpirtin qytetarëve shqiptar, është rasti i rjollit. Para një viti, qytetarët shqiptar votuan dhe po ta hapësh kutinë në rjoll, 94% e votuesve ka votuar për partitë e vjetra politike. Ka votuar për Partinë Socialiste, ka votuar për Partinë Demokratike, keni marrë vota Otaland. Ata 83 deputet që me cilën mburesh ti, janë 83, ose mirë 86 e themi, edhe fal votës së banorëve të rjollit, që sot më protestojnë. 94% kanë votuar për partitë e vjetra. Dhe ku janë partitë e vjetra sot? Në përplasjen midis banorëve që pretendojnë që një oligark, që ushtari juaj si pas Belinda Ballukut, Bashki Mulaj, bashkë me ish drejtorin e hipotekës ju ka vjedhur pronën, me kë janë, pse s'flasin, ose nuk flasin, ose i quajnë mashtrusa. Sa po e përmëndi Otaland Balla, se a tha Edi Rama, imagjinoni se ku kanë arritur. Një fshatit të tërë, banorëve të një fshatit të tërë, pasi ju kanë marrë votën, ju thonë, ju jeni mashtrusa. Po mashtroni Bashki Mulajnë. E di Edi Rama, se Edi Rama ka folur me Bashki Mulajnë, dhe Bashki Mulaj ka thënë, mos e vri mendjen se janë ata mashtrusa. Kanë mashtruar, kanë falsifikuar letrat. Kjo është ajo që po ndodh në rjoll. Ju keni marrë votën dhe tani po i shkelni me këmbë. Kush është mashtrues Otaland Balla? Kush? Luçana është mashtruese? Që u detyrua, kishte ikur në Itali, kishte emigruar në Itali, në varezet e Italisë, mase ke qenë edhe atje duke u marrë votat atyre Otaland. Dhe u kthye sepse po i rëmbejnë pronën, bashkë me djalin e vet. Kjo po mashtron? Kjo Luçana me djalin e vet po i bie një qafë Bashki Mulajt Otaland, ushtarit tuaj? Apo është ky djali këtu, 17 vjeçari që u dhunua nga bandit me kapuç të dërguar aty nga oligarku në sytë e policisë. Ky ka falsifikuar letrat Otaland? Ky ka rënë në qafë ushtarit tuaj, Bashki Mulajt? Apo është kjo nëna tjetër, që ishte në komisariatë dhe vajza e pret jashtë? Kjo ka falsifikuar Otaland? Kjo i ka rënë në qafë ushtarit tuaj, ati të cilit ju i keni bërë nder, duke i dhënë një tender për 1.3 miliardë euro? Kjo është tallje Otaland, sepse kështu jeni mësuar. Kjo që po ndodh në rjoll në fakt është e njëjta gjë që ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Në këto 35 vjet, ju keni marrë votën, i keni shkelur me këmbë, i keni marrë votën prap, i keni shkelur me këmbë prap, dhe i keni marrë votën prap. Këtë keni bërë 35 vjet. Por nuk është e lehtë në fakt ta bësh një gjë të tillë. Do një sistem të përkryer dhe roli oligarkut në këtë mes është shumë i rëndësishëm. Sepse nëpërmjet oligarkut Otaland keni vjedhur, e thot Belinda Balluku në përgjim, Bashki Mulajt i kemi bërë tenderin, i kemi bërë nderin e jetës, i kemi dhënë një tender për 1.3 miliardë euro. Tani është ushtari ynë, pa i është një prej tyre. Me atë keni ndarë lekët, me oligarkun tuaj
bëni propagandë, sepse Bashki Mulaj ka dhe një televizion Taulant, tek i cili ti shkon dhe bën ligjin. Nuk shkon ti Taulant, vetëm të tjerët. Je zënë me oligarkun Ulaj. Ti shkon ku duash në fakt, s'ke nevojë të shkosh. Ti e ke në kontroll, është ushtari yt Taulant, tani s'ke nevojë të shkosh, është ushtari yt, e thot Belinda Balluku. Po oligarkun ju e përdorni edhe për të blerë edhe opozitën nëse duhet. Sepse ai prandaj është ushtari juaj. Ju prandaj e keni dhënë ato lek. Por tani ushtarin tuaj po e përdorni për të kërcënuar edhe përfaqësuesit e opozitës që guxojnë në këtë parlament të flasin për rjollin, të flasin për ushtarin tuaj. Imagjinoni se ku ka arritur. Pasi më përjashtove nga ky parlament, sepse fola për rjollin dhe për Bashki Mulajn, tani ushtarit tuaj i keni thënë që të mbëj dhe një padi. Të më bëj një padi dhe për shpifje, se deri dje padit i bënit ju. Tani i bëni padit dhe donit nga trëmni dhe nga kërcënoni në përmjet oligarkëve tuaj. Imagjinoni, po të kishtë zjedhë një oligark tjetër Taulant, se njeri më të përlyë në korupcione nuk ka. E arove tenderin e unazës së madhe Taulant se si u kapët bashkë me Bashki Mulajn, duke vjedhur me një kompani offshore që morët 26 vjeçar dhe e shitës si një ndërtues të madh. Të kujtohet Taulant? Dhe o burra shpejt e shpejt fshet letrat? Do të kishte zgjedhur një tjetër Taulant. Jo atë. Nuk ka shans që jo ai, jo ti, Rama, kushdo, nuk ka shans të na mbyllin gojën Taulant. Aroe. Nuk ka shans. Jemi këtu për të qenë nga ana e qytetarëve, jo me oligarkët. Nuk ka rëndësi Taulant nëse kanë votuar për ty. Taulant, nëse ti shkel me këmbë, ne do jemi këtu dhe do ngrëm zërin. Do sjellim këtu zërin e tyre Taulant, për të treguar se si po i shkel me këmbë, se si po anzin jetën. Dhe këtë do bëjmë pavarësisht përjashtimeve dhe kërcënimeve me padi. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Bardhi. Po, pa tjetër, zoti Balla, me qënë se pash të shtypur, po... Unë e kuptoj që ti Rjollin, Taulant, të fëtë një për rjollin dhe Bashkin Ulaj. Dhe kryetisht kryetari i drejtor në hipoteka. Zoja kryetare... Zoti Shehaj, ju lutem qetësoni. Zoti Shehaj e mbarua fjalën tuaj, qetësoni. Kur fole... Zoti Shehaj, ju fole, zotrote, lutem. kishte zhurmë sallë? Kur fole, s'kishte zhurmë sallë, durotesh. Ti je një person i dënuar me vendim për vjedhje të dhënash personale. Je i dënuar si person, je i dënuar për vjedhje të dhënash personale. Unë nuk e kam... Zoti Sheha, ju lutem mos ndërhyni nga vendi. Zoti Sheha, nuk ju ndërhyni. Ma lutem se mori... Zoti Sheha, ju lutem, po ju bëj thirrje për herë të fundit. Ju lutem, kur folët ju 10 minuta nuk ndërhyri njëri. Të lutem, respektoni rregulloren. Zoti Balla, vazhdon. Faleminderit. Unë nuk e njoh. Nuk e kam mik, jo se nuk e njoh, e di kush është biznesmeni Bashki Mulaj, është një biznesmen i djathtë, e ka nisur si gjithë shqiptarët në 91-shin biznesin e vetë, është i respektuar di, është një prej biznesmenëve më të mëdhenj në Shqipëri, e kam kritikuar nga kjo foltore kur kam pasur një rast të një investimi në zonën time zgjedhore që lidhej me një cilësi punimesh, di që ka ndërhyrë të riparoj problemet që kishte ai investim, dhe nuk e kam kërkuar kur nuk ti kem ndërhyrë në njerë ti them të dalë në televizionin e ti e nga këta që u çon mesazhe pse s'më nxjerr mua, pse nxjerr atë, unë nuk bëj nga këto, as unë dhe asnjëri prej nesh, dhe është mirë që ti që vjen vetë nga biznesi,
dhe gjithë e dim se si ka ardhur tim politik, ta kam thënë, ti je i vetmi që ka ardhur në politik duke e bler vendin e deputetit. E ke bler, ja ku i ke dëshmitarët i ke këtu, e ke bler, edhe shpresoj që do ta bind një ditë Lulin që të bëhet i penduar dhe tregoj se sa i ke dhënë Lulit për të hyrë në parlament. Faleminderit. Nuk ka replik me replik. Fjalën e ka zoti Bardhi. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, dashur bashkëqytetar, veçanërisht bashkëqytetarët, qytetarët e qarkut Vlorës, meqense propozusja e këtij projektligji është deputete e qarkut Vlorës, besoj se cili për nesh këtë sallë e di që ju keni shumë halle. Ju keni halle me ujin e pishëm, ju keni halle me furnizimin me energji elektrike, ju keni halle me çmimin e naftës, ju keni halle me tapit e shtëpiave tuaja, që zvarriteni në hipotekë për vitesh, derisa sfundi ja hoqën hipotekën fare dhe e sollën në Tiranë, sepse kishte marrë peng krimi organizuar. Mirë po akti i parë që deputetja juaj e re në këtë rast bën në seancën plenare, nuk është sjellë një ligj që zgjidh hallet tuaja. Ka hallin e 2 apo 3 individëve, se unë s'di më shumë njerëz që mund të kenë interes për ndërtuar porte turistike, dhe akti i parë, ligji i parë që sjell në kuvend është ligj për 2 veta. Ndërkohë që për mira votues, nuk e di sa vota ka marrë zonja, cilët ajo i përfaqëson në këtë kuvend, sot ngriti kartonin e kuq. Votoi kundër ligjit për të lehtësuar barrën fiskale dhe për të ulur çmimin e naftës.